E interesanti një deputeti të lëvizjes vetëvendosje, zotri Alia ju shoh duke qeshur. Do ta zgjedhim presidentën në mënyrë karate. Ishte qesharake, mendoj. Shiko, deputet edhe ne si individ mund të kemi momente tilla kur shkruajmë ndoshta mesazhe edhe tilla. Fatkeq deputet duhet ta dinë që kur je deputet je në interesin e mediave, dhe sidomos kur je ulën në sallë aty. Se u ankua zotri Bardiqi, tha që ma kanë shkelur privatësinë. Po jo, privatësi në sallë aty nuk ka, dhe mendoj që ka dhe vendim gjykatës për atë gjë. Eventualisht kuvendi, kam thënë edhe më herët dhe kur kemi pas qysh prej kohës të ambasadorit del, nëse të kujtohen ato mesazhe, dhe thotë, to janë bërë ditura, dhe thotë, është gabim atë qesharak nga zoti Bardiqi. Mendoj që njëjtë kishte thënë edhe shefja e grupit parlamentar të tyre. Kështu që për mua ka qenë qesharake kur e kam pa, s'pon ta komentoj më shumë. Se shumë interesant, si proces nëse zgjedhet në atë formë zotri Alia. Po, ai dhe vete pranon që është karate në kuptimin që pëhim karate kushtetutës, nëse votohet me 66 deputet prezent. Do thotë, mendoj që kjo është base edhe ajo ironia e atij mesazhi. Nuk dua të ndalim shumë në atë mesazh, dua të them nuk është ndonjë veprim politik që vlen të komentohet nga unë si opinionist. Është qesharake asgjë tjetër. Është në fakt edhe fjala e përdorur është shumë një sport ekstrem, ndoshta për të thënë. Po karate e kemi si thënie popullore, ne kur demi bëj diçka jashtë rendit i them mi karate. E qartë kjo sa për ta diskutuar, meqense ka qenë pjesë